Pas një njoftimi të dhënë dje nga gjykata kushtetuese dhe të paralajmëruar nga CNA, ne sot kemi publikuar një vendim të ndërmjetëm, një iniciativë personale e kryetarit të gjykatës së lartë Sokol Sadushi, në lidhje me rishikimin e një vendimi unifikues për nisjen e procedurës për ndryshimin e pjesëshëm të praktikës së njësuar të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë të vitit 2011 mbi masat e sigurimit personal. CNA ka nxjerrë disa argumenta pse e ka bërë Sokol Sadushi, si duhet të ndodhte proceduralisht, por dardha e ka bishtin mbrapa. Sipas të dhënave zyrtare të cilat gjenden në faqen e gjykatës së lartë, ka pasur një ankimim në lidhje me çështjen, pra me vendimin unifikues të vitit 2011, dhe çështja duhet të shqyrtohej në kolegjin penal nga trupa gjykuese e kolegjit penal, ku Sokol Sadushi nuk është pjesë. Ndërkohë që kjo trup gjykuese duhet të dilte me një vendim, mund të mos e pranonte rekursin fare dhe mund të linte në fuqi vendimin e vitit 2011, Sokol Sadushi del me një iniciativë personale, pikërisht një ditë përpara se kjo trup të jap vendim. Ku e dinte Sokol Sadushi që do të kishte një vendim të tillë, pra një shqyrtim të këtij ankimimi nga një trup gjykuese ku ai nuk është pjesë? Pse Sokol Sadushi doli pikërisht përpara se të jepej ky vendim nga trupa e gjykatës së lartë të kolegjit penal, që do të shqyrtonte çështjen në fjalë? Këto nuk janë lëvizje të rastësishme. Këto janë qartazi lëvizjet e Sokol Sadushit, ashtu siç CNA e ka thënë, njeriu të merobazes, të pushtetit, partizanit me shall të kuq të pushtetit, të rilindjes kundër drejtësisë, kundër luftës ndaj korrupsionit. Dhe Sokol Sadushi me këto veprime nuk ka bërë asgjë tjetër, thjesht dhe vetëm ka zbuluar veten e tij si një instrument politik i përdorur nga pushteti, që përpara se të bëjë ndryshime në kodin penal, tenton të lëvizë me vendime unifikuese për të nxjerrë apo për të ndaluar burgosjen e të korruptuarve, të hajdutëve dhe të atyre që kanë vjedhur Shqipërinë për 30 vjet. Dhe kuptohet, halli më i madh i momentit është Erion Veliaj, kryetari i Bashkisë së Tiranës, i cili së afërmi ka gjyqin në gjykatë kushtetuese. Dhe Sokol Sadushi, pa pritur që të dalë me një vendim kolegji penal i gjykatës së lartë, merr iniciativë, bën njoftime dhe bën veprime individuale totalisht në kundërshtim me parimet e së drejtës, totalisht në shkelje flagrante të funksionimit të gjykatës së lartë dhe i kapur mat në veprimet e tij politike në funksion të mbrojtjes së korrupsionit dhe luftës ndaj saj.